Vetëm procedimet disiplinore nuk mund të zgjidhin hallet që ka sistemi i drejtësisë sot. Kështu u shpreh inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani në Komisionin e Mbikëqyrjes Institucionale. Është e nevojshme që të funksionojë i tërë sistemi, theksoi Metani në përgjigje të shqetësimeve të mazhorancës dhe opozitës. Ky institucion nuk është ideuar, konceptuar që të mbrojë pavarësinë e gjyqtarëve, ndoshta sipas fjalëve tuaja, po zyra e inspektorit të drejtësisë në 6 vite ka respektuar rigorozisht protokollin kushtetues dhe ligjor në raport me përgjegjësinë, përgjegjësinë e magjistratëve në raport me pavarësinë e tyre. Inspektoriati i lartë i drejtësisë është krijuar pikërisht për të shërbyer anës tjetër të medaljes përgjegjësisë, duke mbrojtur dhe respektuar pavarësinë e tyre sigurisht. Po, jo, s'ka nevojë, s'është pyetje. Hendeku i madh midis ankesave dhe procedimeve disiplinore. Ndoshta e parë kështu nga jashtë edhe unë do bija dakord me ju, por unë ndaj një tjetër mendim me të drejtën. Pra, unë mendoj që duhet funksionojë tërë sistemi dhe nuk mund t'i kërkohet sistemit apo organeve caktuara që duhet funksionojë hallka e fundit pa funksionuar të gjitha hallkat, sepse kjo e kthen sistemin në lodhje dhe në stërmundim, jo vetëm ta, po edhe në efekt antikushtetues tek e fundit, sepse procedimi disiplinor nuk mund zgjidhë hallet që ka sistemi sot. Kemi dërguar magjistrat për shkarkim në këshilla, dhe këshillat nuk e kanë gjetur drejt propozimin e bërë nga inspektori i drejtësisë. Dhe mendoj se këtu do të bëjmë diskutim.